ne do të flasim sërish për ndryshimet që mund pësoj tregu imobiliar, një çështje të cilën ne trajtuam pak më herët edhe me kolegun Mario Braga për sa i përket hartës së re të referencave dhe të çmimet në disa bashki të vendit. Do të vazhdojmë të flasim për këtë çështje. Me mua në studio është Rinaldo Pipiria, drejtori ekzekutiv i Inareas, shoqatës së pasurive të paluajshme. Përshëndetje. Shoqata kombëtare ndërmjetëse të pasurive paluajshme. Shumë saktë, atëre, më korrigjuat. Atëre, flasim për çmimet e reja të referencave. Ka një studim, ka një vëzhgim nga ana e Ministrisë së Financave, e cila po punon me bashkit për të sjellë çmime të reja. Deri tani nuk ka diçka konkrete, gjithmonë jemi në fazën pritet, ndoshta pas zgjedhjeve të 11 majit, kjo mbetet për të parë nëse do të ketë ndryshime apo jo. Kështu që flasim aktualisht sa janë këto çmime, të paktën do të prekim bashkitë kryesore, Tiranën, Durrësin, Fierin dhe Elbasanin, dhe me gjas sa do të jenë referencat e reja. Që të jemi dhe korrekt. Po, ka pasur dy lëvizje, po themi, në lidhje me politik bërjen, gjatë 2024-ës, që më pas janë shoqëruar dhe në 2025-ën. Një lëvizje ka qenë paqartësia që ka ndodhur për gjithë procesin e riversimit me justifikimin që do të dile me hartat e reja të referencë, pra vlera e tokës, vlera e ndërtesave, që do të dilte gjatë 2025-ës dhe do të vazhdonim në vijim me gjithë procesin e riversimit. Kështu që po është e vërtet, edhe sipas daljes më të fundit publike të Ministrit Financave, ka një grup pune, edhe për shkak edhe të komunikimit zyrtar që kemi realisht me Ministrin Financave, ka një grup pune i cili po punon për çmimet e reja të referencës në të gjithë Shqipërinë. Kjo ka qenë 2024 dhe vazhdon 2025. Ndërkohë që pa u mbyllur 2024, Ministria e Ekonomisë ka dalë me çmimin e tregtimit të banesave që afekton, që prek endi kombëtar banesave në tregun e hapur. Pra ka dy lëvizje që ndikojnë pak a shumë tregun e pasurive të paluajshme. E vërteta është që ka një grup, duhet të dali, nuk mund të themi se sa janë çmimet, se sa mund të shkojnë çmimet e referencave në qytetet kryesore të Shqipërisë, mund të themi se sa e ka vlerësuar Ministria e Ekonomisë në fund të 2024-s për endi kombëtar banesa ose se sa janë sot. Sa janë sot? Nëse themi sot, se nuk kemi asgjë konkrete se sa do të jenë. Po, do të ishte spekulim nëse do thoshim, sepse në rrugë zyrtare, Ministria e Financave, të paktën me ne, me Inarean, që është aktori kryesor në tregun e pasurive paluajshme, për sa i përket gjithë politikë bërjes, nuk ka një dokument zyrtar. Kështu që çfarëdo lloj gjë që mund të thënë do të ishte spekulim. Patjetër, ju referon gjithmonë shifrave dhe të dhënave zyrtare, por gazetarët gjithmonë kërkojnë, ë? Jo, dakor, nuk kam duke thënë që Mario nuk tha të vërtetën. Thjesht i takon ministrisë të dalit të thotë kush është e vërteta. Ju gjithmonë i bazojni atyre. Kështu që nëse do të flasim për Tiranën, sipas vetëm tek Tirana. Po, fatikisht e kemi të ndarë me zonat çmimi mesatar, kryesisht në Tiranë është për rreth 1250 euro, 1300 euro për ndërtimet para 2015-s dhe për ndërtimet e reja fillon diku tek 1600 euro dhe më pas kemi zona që shkojnë te 3500 edhe 4000 në varësi të lokacionit. Mesatarisht është 1300, 1600, 1700, po themi për dy shportat kryesore, ndërtime ekzistuese dhe ndërtimet e reja. Është 1200. Nuk ka më në Tiranë asnjë zonë. Mesatarisht, jo ka, po mesatarisht në Tiranë është 1250 për ndërtimet ekzistuese. Nëse flasim në Tiranë mund të gjesh me 900 euro tek QTU-ja, mund të gjesh 900 deri në 1300 pjesa e Paskuqanit, mund të gjesh kombinatin, po me 900, Fresko e ka kaluar 1000-shën, zona e Astirius Birishi patjetër ka kaluar 1100, 1200, pra praktikisht ka dhe më lirë se sa 1250. Po themi mesatarisht është kjo, po flasim për ndërtimet ekzistuese. Ndërtimet e reja kryesisht dalin 1300, 1600, 1700 për shkak të lokacionit, për shkak të përqindjeve të pronarëve, për shkak të kostove, për shkak të cilësisë ndërtimit, pra ka disa faktorë, dhe janë disa faktorë të cilët kanë dhënë një presion realisht në këtë treg. Për shkak se dim, edhe për shkak të turizmit e dim që komplet ndërtesa kërkesa në Tiranë është vendosur në periferi, sepse qendra kryesisht futet në modelin Airbnb, janë zona të mira për zyra, pra ka disa faktorë që ndikojnë në ndërtimet e reja. Nëse do flasim qyteti tjetër ishte pak të Tirana, zonat më të shtrenjta sa është sot çmimi mesatar më i shtrenjtë në Tiranë dhe poshtë? Zonat më të shtrenjta është qendra e Tiranës, që shikon lajmërime që janë edhe 5.000 euro metri katror, janë ndërtimet e reja të cilat janë në blok që dalin mbi 3.500,
po themi për atë se çfarë po themi reklamohet, më pas në negociata ka ulë 10-20% fare nga situata. Është çmim edhe për banesat para 2015. Jo, po flasim për ndërtimet e reja. Por flasim gjithmonë kur themi sepse qendra e Tiranës ka ofertë ndërtimet e reja. Ndërtimet ekzistuese kryesisht blihen dhe futen në sistemin Airbnb. Ndërtimet e reja kryesisht në 2016 edhe në ditën e sotme ne kemi qenë gjithkohës në tregun e shitësit. Tregu i shitësi kryesor në Shqipëri, sidomos në 2024 ka qenë zhvilluesit e pasurisë palueshme, ndërtuesi. Pra pak a shumë nivelin e çmimeve kanë vendosur produkt i ri. Pra ka vendosur kompanitë e ndërtimit që hedhin në treg produktin e ri, sidomos në 2024 kur tregu i rishitjes, oferta e ndërtimit ekzistuese ka qenë i bllokuar për shkak të mungesës së rivlerësimit. Kështu që shifra që po them, ka Tirana ka çmimet më të larta në qendër, po sepse ka oferta me 5.000. Ka ndërtimet e reja që mund të dalin te zona e Gardës që mund ta kalojnë edhe 5.000. Pra praktikisht ka projekte që do zhvillohen atë zonë që mund të jenë 7, mund të jenë më tepër se 7. Ka ndërtime që mund të dalin me çmime më të larta se 5.000 euro tek ambasadat amerikane. Pra ndërtimet e reja kryesisht mund të dalin me këtë ofertë dhe duhet parë pak a shumë edhe përbërjet që do të ketë ndërtesa. Kanë diçka për Tiranën, në djenin tuaj, nga ky grup pune, nga studimi që po bëhet, do të ketë referenca të reja për Tiranën apo janë aq të larta sa nuk ka për të shkoj mbi kaq? Nuk di të them, do të spekuloj, do të marr për referencë vetëm dalin e para një javë, nëse s'jam gabim, të Ministri i Financave që deklaronte për pjesën tjetër të Shqipërisë, për Tiranën e ka tashmë. Praktikisht këtë kemi dëgjuar në 2024, këtë dëgjojmë në 2025 që Tirana i ka tashmë çmimet e referencës. Nuk do të ndryshojnë. Këto që janë nga gushti i 2023, nëse s'jam gabim. Dhe nuk pritet që Tirana. Nëse janë këto, cila është arsyeja që nuk rritën? Sepse janë gjatë larta apo? Sepse janë korrigjuar tashmë dhe duhet kemi arsye të forta, pra duhet shikojmë se si ka ecur tregu për të bërë korrigjimin e radhës. Nëse ka kërkesa mjaftueshëm? Atëherë, komplet pjesa e sistemit të çmimeve të referencave përditësohet, sidomos në ato raste ku shikon që tregu është shumë larg, pra realiteti është shumë larg nga çmimet e referencave dhe ajuston për arsye fiskale, pra për të mbledhur taksat bazuar në vlerën e drejtë pronës, siç duhet të jetë në janar 2026 në vijim, dhe në të njëjtën kohë për të shmangur hapësirat për evazion. Kështu që nëse çmimet e referencës që kemi sot janë shumë larg nga realiteti i Tiranës, atëherë po mund të justifikohet që prit sepse në zona caktuara duhet bëhet korrigjimi. Se ndoshta nuk ka nevojë gjitha zonat të bëhet korrigjimi. Mund të jenë, po themi, parafërsisht aty edhe mund mos korrigjohen. Aq më tepër që do duhet parë edhe sistemin që do të, po themi, nuk e njohim akoma metodologjinë se si do të vendosen çmimet e reja të referencës. Dim që ka një grup pune, po kemi zero informacion se cila është metodologjia. Si do arrim te vlera reale në treg? Kush e përcakton? Si do të jetë ndarja në zona? Se tashmë ne kemi problem. Krahu i këtej rrugës Elbasanit, ku bën pjesë edhe zona ku jemi, kanë çmim ndryshe, ka më të shtrenjtë se sa krahu tjetër i rrugës Elbasanit. Pra duhet të njohim metodologjinë, shikojmë ndarjet e zonave që themi po duhet të korrigjojmë Tiranën apo jo. Mirë, shkojmë pak në Durrës. Në Durrës ne çmimet i kemi, po themi gjatë 2024-s, nëse flasim në qytet mesatarisht është diku tek gjejmë nga 1.000 deri 1.600. Nëse flasim tek Volga është 1.500 edhe më tepër. Nëse flasim tek Curilat është 1.800 deri në 2.000 euro metri. Nëse flasim te Ure Dajlanit është 700 deri 1.300. Nëse flasim Xhiri Lalxhit 2.400 deri në 3.300. Pra mund të ketë zhvendosur nëse flasim për zonën e plazhit, po themi zonën e plepave, gjejmë edhe 1.800 në radhën e parë, gjejmë edhe 2.000. Pavarësisht se mund të jenë shitur në radhën e 2 të 3 më pas me 900 euro metri. Por praktikisht në Durrës ka ofertë më të madhe, po themi edhe ka shtrirje nga 900 deri në 3.300 që ishte zona. Rritja e graduale në Durrës apo ka një kapërcim të viteve të fundit? Rritja e çmimeve në Durrës ka ndodhur sidomos janë dy momente. E para pjesa e pas pandemisë, në një moment kur Shqipëria u hap më shpejt dhe kishte më shumë interes nga turizmi, kishte pjesa e rilokimit të pas luftës së Ukrainës, pra ukrainasit tashmë kishin vizituar Shqipërinë, kështu që disa kanë vendosur të jetojnë Durrës, Vlorë, Saran, praktikisht pjesa e Bregdetit dhe patjetër ka pasur ndikim edhe pjesa e projektit të ri në portin e Durrësit, që dikush që i njeh dinamikat e tregut thotë unë do të vi do të investoj për ta pasur diku aty afër, se ndoshta nuk ka mundësi të blej tek porti, por do të kem pas pandemisë. Pas pandemisë. Gjatë 5 viteve. Kryesisht tregu ka performuar 2020 edhe në vijim, pra pas pandemisë. Do shkojmë pak në Vlorë. Çfarë ndodh me Vlorën? Aeroporti, kemi aeroportin e ri, lungomare, çfarë ndodh me Vlorën? Ta gjejmë Vlorën, atëherë Vlora në qytet,
të paktën gjatë 2024, sepse nuk I kemi të rifreskuar për fillimin e 2025-s, kemi pasur nga 900 dhe 1500, lungomare vije parë kemi parë 3000-3500, lungomare brendësi është 1500-2000, nëse flasim për resortën Vlorë janë 2600 dhe 3000 euro metri, ndërkohë që për shembull në radhim e kemi 2000-2800, di që pjesa e Orikumit është 1000-1300, Marina Orikum ka qenë tek 3000 euroshi, kështu që di që Vlora Marina ka qenë diku tek 3000 euro, pra 2600-3000 euro. Edhe për Vlorën e që janë ndërtime të reja. Po, ndërtime të reja. Pra këto çmime janë të 2-3 viteve të fundit apo edhe më herët? Vlora ka pasur një kapërcim të çmimeve sidomos në 2023. Pra lungomare vije parë me projektet e reja kanë kaluar 2500, se më përpara e gjen 1700, 2200, 2023, 2024 ka kaluar 2500 deri në 3000 euro që kemi. Mund të gjesh një banesot ka projekte të reja. Po, mendoj projektet e reja janë 2500. Ekzistueset mund të negociosh të gjesh, po kryesisht kur projekti ngjitur me ty del 3500 euro metri, duhet mendosh mirë pse ti nuk do ta shesësh njësoj sa I ri ose po themi nuk mund ta shesësh fiks, po me një vlerë të parafort. Mesatarisht janë mbi 2000. Janë mbi 2000. Janë mbi 2000, po themi pjesa e lungomares. Nëse flasim brendësi të qytetit, patjetër që gjen më lirë. Do shojmë pak edhe Elbasani, sepse dhe nga... Tani nuk e di për rëndësinë pse ka shumë interes për Elbasani, më thoni çfarë po ndodh. Jo, dua të di, do me thënë është një qytet që ka pësuar ndryshime të çmimeve? Pra mund të merret në studim çfarë po ndodh me Elbasanin, me zonën me qytetin, ne kemi të dhënat me qendrën, me zonën e Kalas, pra është një qytet që mund të merret në studim Elbasani apo? Ka shumë, pra ne duhet të dimë informacionin se çfarë do të ndodhi në të ardhmen me qytetin e Elbasanit. Pa ditur projektet që priten të zhvillohen, qoftë projekte qeveritar, qoftë projekte të investitorëve privat, mund të spekulojmë. Nuk e di, unë nuk kam një informacion se çfarë do të ndodhi me qytetin e Elbasanit Risha Sani. Të dhënat e fundit që kanë pasur ka qenë fund 2022, fillim 2023, pallatet e vjetra në Elbasan në atë kohë kanë qenë midis të reja, më falni, midis 550-750, pallatet e vjetra ka qenë 400-450 euro metri katror mesatarisht, për shkak se nuk ka pasur dinamik tregu dhe ka qenë këto çmime dhe këto dhëna na e vendosur dispozicion. Nëse do të ketë nesër një investim, nuk di të them. Pra duhet të njohim dinamikat dhe do të ishte spekulim. Mirë, në cilën zonë atëre të Shqipërisë, qytet apo nuk e di, ka një rritje të çmimeve, sepse ka një kërkesë të lartë dhe kanë pësuar ndryshime. Rritje të shpejtë të çmimeve patjetër që ka pasur qyteti I Vlorës. Pra Durrësi në pjesën e portit për shkak të projektit të ri, Vlora për shkak të disa arsyeve, e para janë 2 marina që po ndërtohen në Vlorë, që do thotë do treqim blerës pak më elitar, e dyta është aeroporti I Vlorës, dhe patjetër që zonat po ndikon sepse në momentin që ke një aeroport ndërkombëtar që planifikon të ketë fluturime ndërkontinentale, pra nga Shqipëria në Amerikë, patjetër që ndryshon historia dhe vlera e pronave përreth aeroportit, qoftë për Airbnb, qoftë për mundësi biznesi, qoftë për mundësi, domethënë, jetese për gjitha. Praktikisht sepse është porta kryesore, do të jetë porta kryesore e Shqipërisë me kontinentet e tjera. Dhe më falni, dhe e fundit, pse Vlora, për shkak se në një moment kur ke një investim amerikan që do të ndodhi në Sazan, kush nuk do të deshte nga tuaj që të kishte por dhe Sazani, kështu që kush nuk do të deshte të kishte një shtëpi përballë Trumpit. Fakti kështu kanë filluar nga Vlora ta tregtojnë. Pra ka një garanci që ky qytet do të zhvillohet, do të ketë një investim amerikan, ka një aeroport ndërkombëtar, kështu që ka një, po themi, kthim të mirë të investimin. Të gjitha këto, për shembull, për kuriozitetin tuaj, jo më larg se sa fundi 2024-s, 2025, po themi shtator 2024 edhe deri në ditën e sotme, kemi të paktën 3 shoqata nga Amerika, pra si modra të Nares nga Amerika që kontaktojnë dhe thonë ne duam, kemi dëgjuar që do të ketë një investim amerikan, e dim që Shqipëria është diamanti I radhës që është në pjesën e Ballkanit Perëndimor dhe në mesdhe. E dim që do të ketë siguri, për shkak se kur ndodh një investim, sidomos I familjes Trump, ka një siguri, pse mos të vim të eksplorojmë tregun dhe të investojmë. Po gjitha këto janë presion në treg. Çfarë do të thotë Reinaldo, për sa I përket Vlorës, aeroporti, por edhe projekti në ishullin e Sazanit, mund të ndikojë që të ketë një rritje të çmimeve të këtyre që ne sapo I renditëm së bashku, pra lungomare,
Radhim, Orikum, do ketë një rritje në kapërcim të çmimeve? Patjetër që do të jetë një presion. Pra vija Lungomares mund të shkojë mbi 3.500 aktualisht. Mbi 4.000, mbi 5.000 apo? Varet patjetër që do të ketë një presion, varet shumë nga projekti. Pra nuk mund të kesh një kull individuale që ti po ndërton të nxjesh me 3.500 euro, ndërkohë që ke një kompleks që të ofron të gjitha facilitetet, të ofron dhe portin e jateve dhe që mund të ketë një çmim ose çik më tepër. Pra, do parë dinamika e tregut se çfarë do të ofrohet në Vlorë. Nëse do të ketë ofertë të larmishme, patjetër që nuk do të kemi këtë presion për rritjen e çmimeve. Pra nuk do të diferencën, të ketë një kapacim të çmimeve kur shtëpit, le të themi banesat rreth nuk e ofrojnë diçka. Po do të ishte, unë besoj që do të ishte e tepërt që të dalësh me një ndërtim në vit parë Lungomares pa ofruar shumë facilitete me një çmim që është mbi 3.500 euro që mund të jenë ngjashëm me atë që po bën Marina aty. Plus duhet kemi parasysh çfarë do ndërtohet dhe çfarë oferte, çfarë produkti do të ketë nga Porti i Vlorës aktualisht në drejtim të aeroportit, pra pjesa mbrapa Transballkanikës, në drejtim të Zvornecit. Pra sepse ka edhe pjesa në atë drejtim do të investohet. Do doja pak informacion edhe për qytetin liqenor të Pogradecit. Është i preferuar Pogradeci gjatë viteve të fundit nëse i kesi informacion? Do të spekuloja, nuk e kam në databazën tonë, për shkak se na mungon prezenca antarësisë në atë qytet. Di që ka projekte leje ndërtimi të dhëna që do zhvillohet, është shumë interesant për të parë. Do duhet shikojmë paka shumë se si do zhvillohet si model turizmi, sepse Korça ka pasur ato lëvizjet e veta për shkak se ka pasur turizëm edhe produkt të ri. Ndërkohë që për Pogradecin është totalisht spekulim, pra nuk e marr përsipër të komentoj për shkak se nuk kam të dhëna të sakta. Unë Renaldo falenderoj shumë për gjitha të dhënat që na dhe për sa i përket qyteteve të tjera. Faleminderit.